E pra të dashur shikues, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të komentuar diskutimin e vazhdueshëm që po ndodhen në shtëpinë e Big Brotherit mes Gjestit edhe Eglit. Diskutimi më i fundit ka ndodhur le të themi para 20 minutash, teksa Egli thot Gjestit, nuk dua më të merrem me ty, kjo lidhje ka marrë fund, mos mu afro. Do me thënë, tregon një lloj doze të urrejtjes kundër drejt Gjestit duke mos u shpjeguar në asnjë detaj se në çfarë ka ndodhur dhe i thot kur kam dal jashtë kam marrë shumë dashuri. A është kjo një lloj informacioni nga jashtë që Egli e përdorën brenda shtëpisë dhe pse nuk kemi një reagim nga vllau i madh? Do të thënë Egli po përdorën disa informacione që kur kam dal jashtë kam marrë shumë dashuri. Gjesti i thot që jo moj Egli jo, thot ti thot mos vazhdo thot me mua thot në dashuri, por të paktën kundër mos mu kthe në këtë lojë. Do thënë Gjesti e shikon që Egli po i kthehet kundër. Tani ky debati lidhet me atë të ditës së djeshme. Gjatë kohës kur Egli po gatuante në kuzhinë, Gjesti po futet brenda në dhomë dhe Egli po i gjuhet shumë keq dhe Gjesti po mundoheshte që të kuptonte se çfarë ka. Dhe nga ku vjen e gjitha kjo urrejtje, Gjesti i tha që ti dhe produksioni po mundoheni të më nxjerrni mua keq të më ulni ashtu siç ka bërë produksioni tjetër. Thënë këtë video ne keni në TikTok të publikuar që produksioni po mundohet të më ulën. Dhe në atë rast kishte ndërhyrje nga produksioni duke i thënë Gjesti kujdes mikrofonin. Tani është padrejtësi që një vajzë të del apo një banore apo një lojtare të del jashtë shtëpisë së Big Brotherit të qëndrojnë 9 ditë sepse me gripi ishte edhe Rozana. Rozana ka qenë shumë keq nga gripi. Me gripi ishte edhe Gerta, ka qenë tmerrësisht keq nga gripi. Dhe nuk kërkuan që të largohen nga loja, nuk kërkuan që të dalin nga loja, po vazhdojnë të jenë brenda kësaj shtëpie që në ditën e parë. Dhe kjo është një lloj padrejtësie që në fakt po bëhet këtyre banoreve. Tani, 9 ditë ishte Egli jashtë, edhe vjen në shtëpi brenda, e bën të fortën e shtëpisë, e bën të pakapshme në shtëpisë, edhe në anën tjetër sjellën dhe informacione, kjo është e padrejtë që po tolerohet nga vllau i madh. A duhet të merret një zarf i zi në shtëpi dhe të tërhiqet vëmendja e Eglit, apo do sjellën produksioni një zarf të zi për Gjestin, i cili po e përdorën shumë, doni të më ulni nga ana e produksionit dhe mund ta marrë një dosë hakmarrje kundër drejt tij. Do të thënë Egli vazhdon të jetë shumë e ftohtë, vazhdon të shpreh shumë urrejtje, vazhdon të shpreh shumë inat, vazhdon të shpreh shumë lef kundër drejt Gjestit, gjëra të cilat në fakt vazhdojnë të jenë tabu në shtëpinë e Big Brotherit. Është e dhimbshme kur e shikojmë, është çuditërisht e tmerrshme kur e shikojmë që nga një dashuri aq të madhe që Gjesti nuk arrihet dot, domethënë të lidhen situatat sepse Egli ka hyrë me informacione të plota nga jashtë dhe tashmë ajo e dije ku duhet të bie, ku s'duhet të bie, kujt duhet t'i gjuhet, me kë duhet të ri, me kë del më bukur, me kë del më keq. Domethënë e ka pjatën krejtësisht të servuar se si do të shkojë përpara dhe kjo është padrejtësia. Dhe plus edhe në këtë pikë, Egli përdorën informacione nga jashtë të tipit që unë e di se çfarë dashurie ka marrë jashtë dhe kjo është e padrejtë. Tani mund t'ju pëlqej dhe mund të mos t'ju pëlqej, ne do të gjykojmë lojën ashtu se siç po luhet, me gabimet dhe me të mirat e tyre, në qoftë se janë në të mirën e tyre do i suportojmë pafund, por në qoftë se janë gabim, do i flasim gabimin e tyre dhe nuk do tolerojmë ta anashkalohet në asnjë mënyrë, dhe në këtë rast, do të thënë kjo është një lloj informacioni nga jashtë. Egli përdorën shumë informacione dhe banorët po bëjnë një matematikë të ftohtë, duke parë që Egli ka hyrë nga jashtë, është e suportuar, e duan, e mbështesin dhe ne duhet të qëndrojmë me të sepse loja bëhet më e fortë. Dua të marr mendimin tuaj në këtë rast, si e gjykoni ju raportin që Egli ka ndërtuar me Gjestin dhe a mendoni që do të vijë një zarf i zi në shtëpi në raport me Eglin që sjellën informacione apo me Gjestin që po përdorën për të disatën herë dhe futën publiku në dyshim se çfarë është duke i bërë produksioni, sepse Gjesti domethënë ndjen një diçka, ka një sekret brenda vetes së tij që e thot që produksioni dëshiron të më ul. Unë nuk e besoj që produksioni dëshiron të ul, sepse produksioni besoj që po e suporton, por do kisha dashur të marr mendimin tuaj me çfarë syri dhe në çfarë kornizë ju e shikoni këtë gjendje mes Eglit edhe Gjestit, që kanë diskutime që Egli po e godet fort Gjestin dhe lëri që po e godet po përdorën edhe informacione nga jashtë. Do të thënë mënyra se Egli si po i kthej Gjestit është urrejtje, është shumë arrogante, është shumë nervoze,
është shumë e egër që do me thënë lëndë për të kuptuar një urrëtie. Dëshiroja të marrë mendimin tuaj në këtë raport.